Domethënë prej Shkodrës tash prodhojmë për Volvo, kemi për Land Roverin, Jaguarin, kemi për Audi tash zvonin ka ardhur Audi edhe Audi Q7, domethënë Q3 edhe Q7, kamionat MAN. Jemi në kompaninë Olona, këtu në Gjakov. Kompania jonë është themeluar vitin 1989, domethënë para 37 vjetëve, prej babës tamë kur themeluan në atë vit. Për momentin menaxhohet prej meje, dhe është fakt interesant që kompania është ma vjetër se sa vetone. Në vitin 1989, kur u themelu, kemi fillu me riparimet elektromotorave. Pastaj, domethënë, sistemi që shokon gjithmonë jemi në formë bjetese që shenë shumica bizneseve, besoj që edhe jashtë, po sidomos në Kosovë. Edhe gjithmonë jemi mundu me ju adaptu tregut edhe kërkesave tregut, po të njëjtën kohë që edhe me jap të ardhurna për punëtorët tonë. Në vitin 2015 kemi filluar edhe me tregun evropian, kur kemi prodhu bobinat të transformatorit, shumë speciale për një partner gjerman. Kurse në vitin 2024 në ka ofru prapë edhe një mundësi për shkak se ishte kriza në Gjermani, ka ona prodhimit, pastaj u dasht me kështu si thash edhe më herët, me adaptu tregut, me adaptu të ardhurave të punëtorëve. Kemi pas si mundësi industrinë automobilistike, ku kemi pas fatin ta kemi një partner shumë serioz nga Çekia, edhe që ka rezultuar deri tash është jashtëzakonisht i suksesshëm si projekt, edhe kemi shpresa që të rritemi edhe të jetë edhe më suksesshëm se sa tash. Në vitin 2024, në momentin që kemi fillu me këta, kemi qenë rreth 18 punëtor, kurse tash momentin që po flasim që kena kalu 100 punëtorësh. Domethënë jemi mbi 100 punëtor. Edhe shka është një sançërdynja pak krenar, edhe që jam shumë i lumtur që shumica fuqisë punëtore janë gra. Kur kemi fillu bashkëpunimin, kemi fillu me këtë projektin të Shkoda Kamiqit, ku partneri jona ka kërkuar 16 punëtore, domethënë për 8 makina, me çun trajnim në Çeki. Edhe për shkak të rezultatit të jashtëzakonshëm që kanë treguar edhe punës madhe që kanë bërë ato, puna atyve e ka pru rritjen e projekteve, domethënë prej Shkodrës tash prodhojmë për Volvo, është rasti konkret kemi X60 këtu. Kemi për kamionat e Volvos, kemi për Land Roverin, Jaguarin, kemi për Audi tash zvonin ka ardhur Audi edhe Audi Q7, domethënë Q3 edhe Q7, kamionat MAN, edhe domethënë edhe këtu kemi rreth mbi 50 produkte, më duket janë 52 me sot. Plus tash që jenë të në ardhë rrugës janë edhe 4 makina të reja, dhe më të shkojnë në 56 momentin që jemi në të bëhë këtë intervistë. Këtu jemi të fillimi që shëthash, në vitin 89 që e kemi nisë, dhe më thonë pjesën e servisit, që edhe kjo zotnia këtu, që ka drejt edhe me piska, se kjo e ka fillu zanatin, kur unë e alasim le. Edhe kështu që, dhe më thonë muna më konë drejtar për këtë të aktijet, për këta si jam drejtar, kjo drejtore jam. Disa për produkteve cilat bëhen, për shembull të rasti konkret, është të vendoset në tramvajet apo trenat elektrik që përdoren nëpër Evropë. Ka edhe pajisje tjera, domethënë që përdoren pajisje mjekësore, ka produkt që bëhet që përdoret për charging stations, për makina elektrike edhe për përndej tjera, aplikacione tjera që shkojnë nëpër Evropë. Gjitha materialet cilat i përdorim në prodhim, na vijnë prej partnerit, domethënë nga Çekia, po kemi të njëjtin rast edhe prej partnerit gjerman, domethënë çdo material vjen prej anës tonë për shkak të mirujt cilësitetin, domethënë është njëjti material që përdoret në tregun e tyre atje e përdorim edhe na këtu. Të rasti konkret për shembull vjen kjo kablla në këtë formë kështu, edhe masane e shohim çush e vendos atje një zonë në makineri edhe e përfundon produktin final. Për shembull për Audi Q3 është rasti konkret kabla që përdoret te Audi Q3. Edhe këtu jemi tash te veprimtaria kryesore për momentin që jemi këtu, domethënë prodhimin e kablove elektrike për dritat të veturave të reja. Të rasti konkret këtu, kjo zoja që është u punu këtu është makinerin që e prodhon këtë produkt. Kjo është për Audi.
një makinë e bën vetëm një lloj produktit. Në rasti konkret, domethënë që ky është të bëjë vetëm çdo lloj produktit, për ata dhe kemi shumë makina. Kjo makinë e kryen edhe funksionin e testimit njëkohësisht. Domethënë ka ana elektrike, nuk ka shans me dalë diçka keq për shkak se nuk e lejon makina me dalë produktin, nuk e lejon për mu paketu pa u bë testimi paraprak, edhe mase bëhet lejimi. Çdo testim i mundshëm elektrik bëhet prej makinerisë, domethënë ato eliminohet më një herë gabimi nëse mundet më ndodh diçka. E vetmi kontroll që mundet më na nevojit para paketimit edhe dërgimit të partneri është ai vizual, ku ka raste të disa, për shembull të disa produkte kur duhet të sosh ndonjë nxits që duhet më kon se çdo sa është në milimetra, a është i vendosur në mënyrën cila është dokumentuar prej partnerit, atëherë këto është pjesa e firewallit, ku kjo zoja domethënë është të bëhet verifikimin final, edhe ku bëhet paketimi, masë ne shkon në depo edhe është gati për mu ngarkun kamion edhe për më vazhdimtje. Rrëdhëmisht edhe do të rritet numri i stokut edhe të makinave. Atëherë kemi filluar më një herë me një ndërtim të aneksit për me rrit kapacitetet tona edhe të hapësirës, njëkohësisht që me lënë hapësinë për makineri të reja dhe shpresojmë që punëtorët të paktën dyfishin.